Në episodën e radhës, miq të nderuar, do të flasim për një temë që prek çdo familje, çdo prind dhe çdo mësimdhënës. Pra do të flasim për shëndetin mendor të nxënësve dhe sfidat të cilat ata i përjetojnë në mjedisin shkollor. Praktikisht, të nderuar miq, në kohët e sotme, presioni, konkurenca dhe rrjetet sociale kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në jetën e të rinjve dhe gjithashtu po bullizmi faktikisht dhe ngacmimet psikologjike tashmë vetëm janë bërë një problem, të cilat kërkojnë një vëmendje të shtuar dhe një trajtim serioz. Por për të mësuar më detajisht këtë fenomen dhe për të përpjekur të japim një rrugëzidhje, unë në studio sot kam të ftuar psikologën, një herët psikoterapistën, zonjën Rinita Maliqi. Të faleminderit shumë Lume për mikpritjen dhe gjithashtu kam nderin dhe kënaqësinë të diskutoj sot me ju për këtë temë kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë për kohën dhe mirë se erdhe. E dashur Rinit, fillimisht, a mund të na tregoni pak për shëndetin mendor të nxënësve, në një farë forme ta përkufizoni shëndetin mendor të nxënësve. Së pari është shumë e rëndësishme të përkufizohet shëndeti mendor në përgjithësi. Shëndeti mendor është një gjendje e mirëqenjes ku secili individ shpreh potencialin e tij ose të saj, përballon streset normale të jetës dhe ku mund të punoj në mënyrë produktive dhe të kontribuoj në komunitetin e tij ose të saj. Në anën tjetër, shëndeti mendor i nxënësve mund të definohet sikur një gjendje ku një nxënës ndihet mirë me veten, ka vetbesim, pranon plotësisht veten e tij, gjithashtu ka mënyra të përshtatshme për me i përballu streset dhe presionet të cilat vijnë nga shkolla, nga jeta shoqërore dhe nga familja. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të ceket që shëndeti mendor i nxënësve mund të definohet edhe si krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve pozitive me bashkëmoshatarët, mësimdhënësit dhe me familjarët. Edhe gjithashtu që është më e rëndësishmja, ku nxënësi mundet me shpreh potencialin e tij maksimal, krijues dhe intelektual. Po sa ndikon ambienti shkollor në ruajtjen e shëndetit mendor? Definitivisht, do më thënë, shkolla është, na e dim tash që nxënësit kalojnë pjesën më të madhe të jetës së tyre në shkollë. Shpeshherë, nganjëherë klasa apo ambienti shkollor është ambienti ku nxënësit i shfaqin këto probleme të shëndetit mendor. Gjithashtu ndikimi mundet me qenë pozitiv dhe negativ. Studimet tregojnë që fëmijët të cilët kanë lidhje pozitive me shkollën, ata kanë sjellje më të mirë, gjithashtu kanë edhe performancën akademike. Siç e shohim, shkolla është ambienti ku ndikon në funksionimin normal të një fëmijës. Cilat janë disa nga shenjat e para që tregojnë se një nxënës është duke përjetuar një vështirësi emocionale? Shenjat nuk janë të njëjta për të gjithë fëmijët. Mënyra se si shprehen këto shenja janë të ndryshme për çdo fëmijë, por çka është e rëndësishme është që këto ndryshime apo këto shenja vrehen në 3 domene kryesore. Mund të me ndiku domethënë në jetën emocionale të një fëmijës, në jetën domethënë në sjelljen e një fëmijë edhe gjithashtu në performancën akademike. Disa nga shenjat që i shprehen është për shembull kur një fëmijë i cili për periudha të gjata ndihet i trishtuar apo i nervozuar, gjithashtu kemi ndryshime të papritura të humorit, kalon shumë shpejt për një gjendje gëzimi në një gjendje hidhërimi, kemi mungesa në shkollë, nxënësit mund të izolohen, pra ikin kontaktit me bashkëmoshatarët,
Gjithashtu kemi edhe ndryshime të papritura të sjelljes. Nxënësi mund të bëhet më agresiv, mund të jetë më i irrituar edhe gjithashtu mundet mos me ju bind rregullave. Ndërsa për performancën akademike mund të themi që normalisht performanca ulet, kemi një zbritje të notave, nxënësi mund të ketë vështirësi në përqendrim. Gjithashtu thash edhe më herët që mundet mos me pas dëshirën për me u angazhu ndoshta në lëndët dhe në aktivitetet që më herët vetëm i kanë pëlqy. Bullizimi si fjalë tashmë vetëm po e dëgjojmë goxha shpesh, qoftë në mjediset shkollore, qoftë edhe në rrugë dhe gjithkund po dëgjohet kjo fjalë. Por çfarë eksaktësisht nënkupton bullizimi? Është shumë e rëndësishme që të bëhet një definim i saktë i këtij fenomeni. Bullizimi është një sjellje e përsëritur e dhunës emocionale, sociale dhe verbale, e cila ka qëllim të drejtë për drejtë që të dëmtoj, të friksoj dhe të ulë dinjitetin e një personi tjetër. Që në këtë rast kemi të bëjmë me fëmijë. Gjithashtu kemi forma të ndryshme të bullizmit, është ai verbal, është ai fizik dhe cyberbullying apo ai digital. Tani, në këtë rast, bukur që i përmende këto tri lloje, si dallohen, cili është në këtë rast ndoshta më i rrezikshëm, duke qenë se kohëve të fundit po dëgjojmë edhe probleme mes të rinjëve, pikërisht si pasojë ndoshta e bullizimit që bëhet përmes rrjeteve sociale. Nuk kisha dash që me thonë që cili është më i rrezikshëm, kisha dash veç me i tregu format ndoshta që se qysh shprehen për shkak se secila domethënë sjellje e cila ka për qëllim të dëmtoj ose të ulë dinjitetin e një personi tjetër, ka rrezikshmëri. Është bullizmi fizik, i cili shprehet në mënyrë të drejtë për drejtë, ku një nxënës për shembull mundet me godit, mundet me dëmtu sendet personale të një nxënësi tjetër. Është bullizmi verbal, e cila shprehet përmes talljeve, ofendimeve, përhapjes së thashethemeve dhe bullizmi digital, i cili po është kogja i vazhdueshëm në kohët, domethënë në kohët tona, ku përfshin shpërndarjen e thashethemeve, fotove, ofendimeve publike. Duhemi me cek që ky domethënë cyberbullying ka një shtrirje me të gjerë edhe presioni domethënë është i vazhdueshëm. Po. Si ndikon pra kjo gjendje në zhvillimin psikologjik të rinjëve dhe cilat janë pasojat afatgjata që i lën kjo sjellje, të themi? Bullizimi ka ndikim negativ në zhvillimin e një fëmijës. Një fëmijë i cili bullizohet, ai ka ankth të vazhdueshëm, ka stres të vazhdueshëm, ka domethënë mundet me ndiku që t'i ulet vetbesimi dhe vlerësimi, ndikon edhe qysh cekëm ma herët edhe në performancën akademike, nxënësi mundet me mungu në shkollë, izolohet, i shmanget kontaktit me nxënësit e tjerë. Ndërsa rreziku afatgjatë është që këto simptoma të bëhen apo të shndrohen në çrregullim të ankthit apo të depresionit dhe në raste shumë ekstreme kemi self-harming, vetëdëmtim apo mendime vetvrasëse. Cili është roli i mësimdhënësit apo edhe i prindërve në këtë rast në parandalimin e krejt kësaj tollovije, të themi? Mësimdhënësit edhe prindrit kanë rol themelor. Mësimdhënësit, duke qenë që janë
gjatë gjithë kohës me nxënësit, a janë ata mundën me qenë edhe vëzhgues të parë ose mundin me i vret këto ndryshime emocionale tek fëmijët. Është shumë e rëndësishme mënyra se qysh një mësimdhënës intervenon në situatat kur e sheh që një nxënës tjetër po bullizohet. Ndryshe është një mësimdhënës i cili reagon në ato momente dhe ndryshe është një mësimdhënës i cili ndoshta e kalon situatën vetëm duke hesht. Është shumë e rëndësishme që një mësimdhënës të krijoj një atmosferë pozitive dhe të sigurt për klasën e tij, ku theksohet që bullizmi është një fenomen i papranueshëm në ambientet e shkollës. Ndërsa prindrit, na veç e dim që prindrit kanë një rol themelor në edukimin e fëmijëve. Fëmijët mësojnë duke vëzhguar apo i modelojnë sjelljet e prindërve të tyre. Një prind i cili në jetën e tij të përditshme nuk fyen, nuk përdor dhunë, është një shembull pozitiv se si mundet me u zgjidh problemet ose konfliktet, domethënë nëse e krahasojmë me një prind i cili përdor dhunë ose fyen. Gjithashtu diçka që kisha dashur me shtu është që prindrit duhen me bisedu me fëmijët e tyre për emocionet edhe ndoshta për mënyrën se si ndihen në shkollë dhe në ambientet arsimore. Prindrit duhet të vendosin kufij të qartë ku fëmia i din domethënë këto pasojat e bullizimit edhe e din që bullizimi është një sjellje e papranueshme. Po roli i mësimdhënësit, cili është në këtë rast në identifikimin e rasteve kur një nxënës ndoshta është duke e përjetuar një vështirësi në shëndetin mendor. Qysh tash edhe ma herët, duke qenë se mësimdhënësi mundet me i vret kogjashëm qëto ndryshimet apo sfidat emocionale që po i kalon nxënësi, ata munden me qenë një urrë lidhse në mes të prindit edhe ndoshta edhe të psikologut. Se thash edhe ma herë, ndryshe është një mësimdhënës i cili i vërin ose dallon situatat kur një nxënës po bullizohet dhe ndryshe është një mësimdhënës i cili ndoshta nuk merret fare. Një mësimdhënës mundet me qenë ajo ura profesionale ku ndoshta e referon rastin tek psikologu shkollor ose ku i tregohet prindit për sjelljen e fëmijët. Po tani një nxënës që bullizon tjetrin apo dhe që i bën ngacmim psikologjik. A ka raste edhe a mundet me qenë pikërisht vet ai nxënës viktim e ngacmimeve psikologjike ose sociale në një të kaluar të tij? Definitivisht, nuk mund të themi që të gjithë fëmijët që bullizojnë janë keq dashës nga natyra. Shpesh herë ndodh që për shkak të sfidave që kalojnë në jetën e tyre, këta fëmijë domethënë tek këta fëmijë ndikon tek sjellja e tyre. Një fëmijë ndoshta i cili ndihet që nuk ka vëmendjen e duhur nga familja, nuk ka mungesë të dashurisë nga familja, një fëmijë i cili përjeton dhunë në shtëpi, apo një fëmijë i cili nuk mundet që me i kontrollu emocionet e veta, po gjithashtu edhe presioni nga shokët apo nga kjo dukuria për të dukur i fortë dhe për të pranuar nga shoqëria mundet me ndiku që një fëmijë të shfaq dhe të ketë tendenca bullizuese, po nganjëherë ndodh edhe që ky fëmijë i cili që është bullizues, ndoshta ka qenë edhe më herët viktim e bullizimit. E për këtë është shumë e rëndësishme që ndërhyrjet që krijohen mos të kenë natyrë ndëshkuese për këta fëmijë, por nganjëherë edhe të kuptohen dhe të ndërtohen ndoshta
të krijohen ndërhyrje mbështetëse ku japet ndihma e duhur këtyre fëmijëve. Në mënyrë që dhe ata ta kuptojnë sjelljen e tyre. A mund të ndihmojë në këtë rast psikologu shkollor në parandalimin e bullizimit dhe cilat do të ishin ndoshta programet më të përshtatshme që të merren me një nxënës i cili faktikisht është ngacmues dhe e bën tjetrin të ndihet keq? Psikologu shkollor ka një rol kyç në përmirësimin e shëndetit mendor të një nxënësi dhe në parandalimin e sjelljeve bullizuese. Një psikolog shkollor mundet me ndihmu në këtë asistimin në mes edhe mundet me ndihmu domethënë si viktimës edhe si bullizuesit. Psikologu shkollor apo shkollat në përgjithësi mund të zhvillojnë aktivitete që ndihmojnë në zhvillimin socio-emocional të fëmijëve. Çka janë këto aktivitete? Janë aktivitete që ndihmojnë që fëmijët të kuptojnë emocionet e tyre, të kuptojnë reagimet e tyre dhe të zhvillojnë më shumë empati apo të krijohet aftësia për të kuptuar dhe për të ndjerë atë që ndjen tjetri. Studimet tregojnë që shkollat në të cilat kanë në kurrikulat e tyre aktivitete që përmirësojnë zhvillimin socio-emocional kanë më pak raste të bullizmit dhe gjithashtu nxënësit kanë më shumë mirëkuptim edhe bashkëpunim mes njëri tjetrit, sepse fëmijët zhvillojnë empatinë dhe kur zhvillojnë empatin, ata kuptojnë që sjellja e tyre mundet me kriju dhimbje tek një fëmijë tjetër. Në ditët e sotme prindërit në të shumtën e rasteve punojnë dhe normalisht që ndoshta nuk kanë edhe aq shumë kohë të lirë edhe të merren me fëmijët edhe normalisht ndoshta që të bashkëpunojnë me profesionistët. Po sa është i rëndësishëm në këtë rast bashkëpunimi prindër, psikolog dhe stafi pedagogjik në parandalimin e fenomeneve negative, tani siç është bullizimi, që domethënë fundi pastaj mos jetë i hidhur ose i keq, si të themi. Ne në punën tonë vazhdimisht theksojmë rëndësinë e kësaj driadës mësimdhënës, prindër dhe psikolog. Duke qenë që mësimdhënësi është gjatë gjithë kohës me nxënësin, ai mundet me referu rastin tek psikologu shkollor dhe psikologu shkollor mundohet me ndihmu këtij nxënësi, edhe gjithashtu prindi mandej me këshillat që ndoshta japen prej psikologut shkollor dhe prej mësimdhënësit mundet edhe me i jap rëndësinë e duhur. Ka shumë raste ku një prind i cili qysh e cikim ma herët, nuk ka ndoshta kohën për me ju përkushtu fëmijët të tij ashtu siç duhet. Ndoshta nëse kish pas një bashkëpunim më të mirëfillt mes këtyre figurave, ndoshta edhe prindi ish njoftu më shumë për sjelljen edhe për ndoshta për shkaktimin që shka i bën ky një fëmijët tjetër. Në këtë rast, cile do t'ishte një mesazhi juaj për nxënësit të cilët po shkaktojnë ndoshta dhimbje shpirtërore kundrejt shokut ose shoqës në shkollë? Një mesazh kish me qenë që duhet të kemi shumë kujdes për fjalën dhe për sjelljen që e kemi kundrejt një nxënësi tjetër, për shkak se nganjëherë fëmijët duke qenë që nuk i mendojnë gjanat shumë larg, nuk mrin me kuptu edhe që ndoshta një tallje, ndoshta një fjalë e cila kanjëherë edhe mundet mos me qenë keqdashëse, mundet me ndiku kogjashëm në jetën e një fëmijët tjetër. Kështu që një këshill kish me qenë që mundohuni
që të keni mirëkuptim dhe bashkëpunim në mes të nxënësve. Edhe gjithashtu të keni pak më shumë empati për tjetrin. Po për prindrit, cili do të ishte mesazhi që, domethënë, të jenë më bashkëpunues emocionalisht me fëmijët e tyre. Se në këtë rast besoj që dhe prindrit e ka një rol goxha të veçantë edhe të rëndësishëm në gjithë këtë rrugë. Një këshill kish me qenë që prindërit të diskutojnë më hapur edhe më shumë me fëmijët e tyre, të diskutojnë jo vetëm për sjelljet e papërshtatshme që fëmia mund t'i ketë në shkollë, por të diskutohet dhe t'i japet rëndësia e duhur emocioneve dhe reagimeve të fëmijës të tij. Edhe gjithashtu të mundohen që të zhvillojnë ashtu që thash edhe më herët empatinë si nga mësimdhënësi si nga prindi. E po sot ne trajtuam një temë që vërtet prek këtë trekëndëshin, por që kërkon një vëmendje të veçantë dhe një trajtim serioz, sepse fundja çdo fëmijë ka nevojë dhe duhet të ndihet i sigurt, i pranuar dhe i respektuar në shkollë.